15 arsyet pse çifutët janë më të pasur. Jo, kjo nuk është një video antisemitike. Është edukative dhe shpresojmë se do të mësoni diçka deri në fund. Gjatë historisë, ebrejt janë perceptuar si të pasur, por nga buronte kjo retorik. Ne e dim se ebrejt, si të gjithë njerëzit, kanë klasën e tyre të mesme, të pasur, si dhe grupin e tyre me të ardhura më të ulta. Pra, sot ne do të gërmojmë thellë në këtë proces të mendimit. Mirë se vini në BE vet, vendi ku miliarderët e ardhshëm vinë për të frymëzuar. Nëse nuk jeni abonuar ende, atëherë çfarë po prisni? Klikoni butonin subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona. Numri 1. Judaizmi dhe pasuria. Judaizmi nuk e hedh varfërinë si një shenjë drejtësie, siç mund të bëjnë besimet e tjera. Në vend të kësaj, ata besojnë se çdo person duhet të shmangë varfërinë dhe të punësohet me fitim për të fituar jetesën e vet. Kjo është një vlerë themelore që ka çuar në një etikë të mirë pune dhe një përgjegjësi personale për secilin person që fiton në ruajtjen e tij. Judejt gjithashtu besojnë në bamirësi. Ata besojnë se 10 deri 20% e pagave duhet të shkojnë për qëllime fetare dhe bamirëse. Megjithatë, ata nuk besojnë në mbështetjen në bamirësi për të ngritur veten, dhe sigurisht jo për të bërë barë për komunitetin. Rritja me këtë lloj mendësie krijoi një themel të fortë për të parë suksesin si opinionin e vetëm. Numri 2. Ebrejt evropian nuk mund të zotëronin tokë. Nëse mendoni se antisemitizmi u popularizua vetëm në luftën e dytë botërore, mendoni dhe një herë, populli ebrej ka pasur një histori të vështirë, duke përfshirë të pamundurën për të zotëruar tokë në Evropë, që nga kohërat e largëta mesjetare. Por kur ka vullnet, gjendet një mënyrë. Pra, ebrejt gjetën mënyrë alternative për ndërtuar pasurinë e tyre jashtë të zotërimit të pronave, duke bërë tregti deri në ditët e sotme, ku ata ende kanë një gjurmë të madhe në shumicën e vendeve. Kjo krijoi një rrjet sigurie për komunitetet ebreje, sepse aty ku nevojiteshin shërbimet e tyre, ata ishin të sigurt. Numri 3. Mundësia fetare ju shfrytëzua të krishterëve në mesjet. Takimi për interes ishte mëkat. Kjo i pengoi ata të mbanin çdo lloj pune financiare, duke i lënë mundësitë në atë fushë të hapura për komunitetin ebre, i cili nuk e shihte në të njëjtën mënyrë uadhënien. Populli ebre u bë spikatur në bizneset e uadhënies së parave. Suksesi i errshëm i popullit ebrej në këtë biznes fitimprurës ishte pararendës për shumë nga stereotipet që dëgjojmë sot për popullin ebre. Numri 4. U hapën bankat e para. Ishte një hap dhe një kapërcim nga kreditimi parave deri te hapja e bankave të para në Evropë për komunitetin ebre. Ata mund të menaxhojnë transaksionet, transfertat dhe shërbimet financiare të përditshme, plus të vazhdojnë të japin ua dhe të paguajnë interes mes fondin e tyre të fortë në financa. Ky ishte një shërbim shumë i nevojshëm në një kontinent në zhvillim dhe ndihmoi në nxitjen e rritjes së mëtejshme, por nuk ishte gjithçka e bardhë. Ky sukses shoi gjithashtu në xhelozi, e cila ushqeu shumë nga ndjenjat antisemitike gjatë gjithë epokave. Numri 5. Grupi fetar më i arsimuar. Në vitin 2016, Qendra Pew publikoi një studim i cili renditte ebrejt si grupin fetar më të arsimuar në botë. Mesatarisht, komuniteti ebrej merr 13/4 vite shkollim. Kur bëhet fjalë për diploma pas shkollës së mesme, ebrejt mbajnë 61% kualifikimeve. Ajo që është më habitshme është ndryshimi i madh midis feve të para dhe të dyta më të arsimuara. Të krishterët renditen në vendin e dytë më të arsimuar, por krahasuar me mesataren prej 13/4 vitesh të shkollimit mes ebrejve, të krishterët arrin mesatarisht 9/3 vjet në shkollë. Më shumë kredenciale çojnë në një pagesë fillestare më të lartë, dhe kjo përmirëson menjëherë statusin financiar të ebrejve direkt pas universitetit. Numri 6. Ata kujdesen për njëri tjetrin. Ndoshta vjen nga një histori e gjatë dhe qenit i marginalizuar, ose ndoshta është thjesht një gjë e natyrshme, por ebrejt kanë një krenari të thellë në ndarjen e pasurisë së tyre për të përfituar komunitetin e tyre. Ky mentalitet i ndihmës së ndërsjellë është pjesë e etikës së tyre dhe siguron që secili antar i komunitetit të mbështetet për t'i mundësuar ata të kenë sukses. Nëse dikush hap një biznes të ri, komuniteti do të mblidhet rreth tij për ta mbështetur atë. Nëse dikush tjetër ndodhet në kohë të vështira, komuniteti do të përpiqet t'i ndihmojë ata. Ligji judaik udhëzon që njerëzit e varfër duhet të respektohen dhe mbrohen. Ky fokus i fortë në ngritjen e të gjithë komunitetit ka nënkuptuar që edhe komunitetet ebreje të shmangura kanë arritur të mbijetojnë në kohët më të vështira,
duke investuar me njëri tjetrin. Ideja e pasurisë nuk është vetëm për të grumbulluar pasuri, e cila shihet si kotësi. Pasuria shihet si një mjet për një qëllim, për të rritur një komunitet. Është shumë e neveritshme të mos u japësh bujarisht nevojave sociale dhe shpirtërore të komunitetit. Numri 7. Feja e tyre mëson praktika të mira biznesi. Tora dhe shumë filozof, udhëheqës dhe shkrimtar ebrej e kanë bërë të qartë se si duhet funksionojnë bizneset ebraike. Sipas tyre mësimeve, nuk ka absolutisht vend për praktika të pandershme. Çdo mashtrim, marrëveshje e fshehtë ose fiksim çmimi kundër një konsumatori njihet si ona, që përkthyer do thotë shtypje. Mashtrimi i konsumatorit shihet si një shtypje e lirisë së tyre. Duke ditur se po hyni në biznes me dikë që është frymëzuar për etikë të mirë nga një fuqi më e lartë, i bën njerëzit e biznesit ebrej një partner biznesi shumë të rreqës për shumë të tjerë. Numri 8. Qëndrueshmëria dhe këmbëngulja janë aftësia e tyre e dytë. Pavarësisht sfidave ekstreme, ebrejt kanë treguar elasticitet gjatë gjithë kohës. Është e thurur në pëlurën e tyre dhe fokusi mbetet në gjërat shpirtërore dhe praktike. Me këtë qëndrueshmëri dhe këmbëngulje, heqjador nuk është një mundësi. Kur gjërat shkojnë keq në biznes, gjë që ndodh, nuk ka keqardhje për veten, por një mësim. Le të kuptojmë se si ta rregullojmë atë. Si autori i Kodi Parave, beu një milioner me kodin e lashtë ebrej, Charles shkroi: ebrejt njihen për këmbënguljen e tyre, dhe kjo është ajo që ndihmon ata të arrijnë qëllimet e tyre. Këmbëngulja do të thotë këmbëngulje e vazhdueshme në një kurs veprimi ose qëllimi, pavarësisht vështirësive, pengesave ose dekurajimit. Numri 9. Edukimi i mirë financiar i mësuar ndër gjenerata. Edukimi i mirë financiar i mësuar ndër breza. Jay-Z u kritikua shumë për komentet e tij për ebrejt në këngën e tij Historia e OJ. Linja e diskutueshme ishte: ju dëshironi të dini se çfarë është më e rëndësishme se sa të hidhni para në një kredi striptizmi? E keni pyetur ndonjëherë veten pse ebrejt zotërojnë të gjitha pronat në Amerikë? Kështu e kanë bërë. Nga shumë ekspertë u pa si përforcim i stereotipit se ebrejt kanë një lloj kontrolli global të pronës dhe bankave. Megjithatë, mbrojtësit e Jay-Z e pan atë si një krenari për suksesin ebre dhe një aluzion për komunitetin e zi për të ndjekur si përmarrje të ngjashme biznesi dhe për të investuar në njëri tjetri. Lloji i njohurive të gjeneratave dhe besimi në treg, në fushat e financave dhe pronës që ka komuniteti ebre është i lakmueshëm, pavarësisht se kë mbështesni. Numri 10. Prindrit mësojnë fëmijët e tyre. Prindrit u mësojnë fëmijëve të tyre vlerën e paras. Në shumë familje, të folurit hapur për financat është tabu. Prindrit përpiqen të mbrojnë fëmijët e tyre, duke mos i bërë të ditur nëse kanë probleme financiare ose nëse janë të pasur, duke treguar se është në rregull të mburen. Duke përdorur pesë kavanoza, shumë prindër ebrej i mësojnë fëmijët e tyre se si të jenë të mençur për parat. Çdo kavanozë është etiketuar: e dhjeta, dhënia dhe ofrimi, kursimi, investimi dhe shpenzimi. Fëmijëve u jepen 10 sikla dhe fëmia vendos një në kavanozin e të dhjetave, një në dhënien dhe ofertën, një në kursime, 2 në investime dhe 5 në shpenzime. Kavanozi që jepet hapet të dielave. E dhjeta, që do të thotë e dhjeta në hebraisht, hapet në fund të muajit. Kursimet hapen në raste të veçanta dhe investimi hapet vetëm kur është plot. Prindri nuk ndryjnë dhe fëmia është përgjegjës për parat, por fëmijët mësojnë nga gabimet e tyre dhe marrin në dorë vendimet e tyre. Numri 11. Pasuria menaxhohet në mënyrë efektive. Dietarët e Talmudit, jetët, thënjet dhe tregimet e 400 mjeshtërve rabinik, një libër i shkruar nga Mordecai Javoditz, është një lexim fantastik. Ju gjithashtu mund ta dëgjoni atë në Audible dhe ka shumë fjalë mençurie, duke përfshirë mënyrën e menaxhimit të parave me motivim shpirtëror. Libri prek edhe financat dhe diversifikimin. Çfarë do të thotë diversifikimi? Është që kapitali shpërndahet në një mënyrë që nuk ekspozon shumë ndaj një rreziku ose aktivi të veçantë, por e shpërndan atë për të zvogëluar rrezikun, për ta përmbledhur në formën e tij më themelore, ose vendosni të gjitha vezët në një sport. Numri 12. Rjeti është i rëndësishëm. Ne të gjithë e dimë se si rjeti jap dyert dhe mundësitë e biznesit, dhe vetëm duke angazhuar në mënyrë aktive me të tjerët, mund të rrisim biznesin dhe pasurinë tonë. Njerëzit bëjnë biznes me ata që njohin, besojnë dhe që janë të vërtetë. Me jetën komunale ebreje, ka mundësi të bollshme për të lidhur. Sabati, sinagoga dhe festimet ebraike
ndihmojnë në ndërtimin e marrëdhënieve fatgjata, si ato të biznesit dhe ato personale. Numri 13. Shikoni të kaluarën për të planifikuar të ardhmen. Të gjithë kemi dëgjuar thënien, historia përsëritet. Komuniteti hebresht i vetëdijshëm se çdo rrethan që lind tani nuk është e re. Duke parë situatat e ngjashme që kanë ndodhur në të kaluarën, është më lehtë të marrësh vendime më të mira biznesi dhe financiare për të ardhmen. Modelet përsëriten dhe pasuria fitohet, duke mësuar ato modele ose tendenca, duke kuptuar ciklet e tregut dhe duke fituar një terren në monedën mbarë-botërore. Kalso Kukrikor, autori i Sekretet e zbuluara të pasurisë hebreje, shkruan bukur: "Deri më tani, parat tuaja ju kanë treguar se çfarë të bëni dhe sa të punoni. Tani do ta ktheni këtë. Do të mësoni se si për të treguar parat tuaja, çfarë duhet të bëni dhe sa të punoni." Numri 14. Këshilla nga një prej më të pasurve. Mark Zuckerberg u rit në një familje të reformuar hebreje. Ai kishte një bar mitzvah me emrin Star Wars. Ai ishte vetëm 19 vjeç kur filloi Facebook-un në vitin 2004. Zuckerberg thotë se është bërë me fetar që kur u bë baba dhe shpesh jep këshilla të mira për liderët e ardhshëm të biznesit. Ai thotë: "Disa njerëz ndërrojnë për suksesin, ndërsa të tjerë zgjohen dhe punojnë shumë për të." Numri 15. E vërteta e thjeshtë. Është e vërtet, ka shumë hebrej që janë të pasur, por është gjithashtu e vërtet që ka shumë të varfër. E njëjta gjë vlen edhe për çdo person tjetër, hebrej apo jo. Tora mëson parime të bukura për suksesin në jetë, nga të cilat ne të gjithë mund të mësojmë. Vetë mësimi, edukimi dhe uria për të mësuar do t'ju vendosin në rrugën e duhur për t'u siguruar financiarisht. Robertson Dana Weinberg, hebrej ortodoks rabit, themelues dhe dekan i kolegjit ajo të studimeve hebraike për gratë në Jeruzalem, ndan këshilla që të gjithë mund t'i pranojnë. Nuk ka probleme, vetëm mundësi për rritje. E po, çfarë mësimesh mund të merrni nga videoja e sotme? Dani mendimet tuaja me ne në komentet më poshtë dhe për të qëndruar me ne deri në fund, këtu është bonusi juaj. Ka një histori të gjatë se përse populli dhe paratë hebreje janë portretizuar ashtu siç kanë qenë. Disa besojnë se ka shoqëri sekrete hebreje që drejtojnë botën prapas skenave, duke kontrolluar gjitha parat. Dhe na takon ne të ndalojmë së ushqyeri këto stereotipa. E duhet të flasim hapur për dallimet, privilegjet dhe trashëgimin ton historike. E duhet të edukojmë veten dhe të pranojmë udhëtimin që populli hebrej ka ndërmarrë. Deri herën tjetër, mos harroni të klikoni subscribe për më shumë video që mund të publikohen çdo ditë dhe na jepni një like nëse ju pëlqeu kjo. Dëgjohemi në videon tjetër.